Përshëndetje të dashurisë. Sot desha t'ju tregoja se si të dallojnë cilësinë e një teli elektrik. 2.5, 1.5 nuk ka rëndësi. Një provë është duke thermuar disa fije të telit elektrik dhe duke i provuar me magnet. Nëse magneti nuk i tërheq, normalisht logjika është që bakri nuk tërhiqet nga magneti dhe është cilësor. Një mënyrë tjetër është bjegja. Bjegja me çakmak. Nuk duhet të digjet, nuk duhet të lëri njolla të zeza oksiduese. Një mënyrë tjetër është pesha. Pesha për kilogram gatësia e kombinuar me peshën. Nuk e di tani se si është pesha për kilogram, po për shembull, nëse merr një tok 100 metrosh tel elektrik dhe i peshon, ka standarde që 100 metroshi 2.5 ka një peshë të caktuar në kilogram, krahasuar me 100 metroshi 1.5, kur është cilësi e mirë. Pra pesha ndikon. Matja me aparat matës. Duke matur me aparat matës tek rezistenca, duke vendosur te rezistenca dhe shikon rezistencën që ka, sa më ulët rezistenca, aq më e mirë është për të njëjtën peshë kabulli. Pastaj kemi dy elemente të tjerë që është provimi i cilësisë të veshjes të fijes të telit që është plastika. Si mund të shikohet plastika? Plastikën mund të shikojmë nëpërmjet shtrydhjes, që nuk duhet të shtrihet, përpulja e telit, e cila nuk duhet të lëri shumë njollë të bardhë në përpulje dhe kështu gjërash. Faleminderit që komunikuam këtë gjëra të rëndësishme në lidhje me telin elektrik.